Shqipëria është vendi i parë në rajon sa i përket modernizimit në prokurimet publike. I pranishëm në aktivitetin 30 vjet prokurime publike. Kryeministri Edi Rama pranoi se ka ende hapësirë për përmirësime, megjithatë problematikat aktuale nuk ndikojnë në progres. Transformim rrënjësor i cili ka nevojë të vihet në pa dhe të komunikohet sa më shumë dhe sa më mirë në një mjedis shumë të helmuar nga politika, nga gjysmë të vërtetat që janë edhe gënjeshtat më të mëdha. Sipas kryeut të qeverisë, të dhënat e fundit pasqyrojnë përmirësim, teksa theksoi se po zbehet dhe korrupsioni evidentuar më herët në institucione. Procedurave të reja të viteve të fundit kanë një dallim shumë të dukshëm me ato të deri disa viteve më parë. Shpjegoi gjithashtu dhe ndihmën e dhënë nga inteligjenca artificiale. Ne jemi në një proces të avancuar për të kaluar të gjithë procesin e prokurimeve në duart e inteligjencës artificiale me një përqindje shumë të lartë të procesit që nuk përfshin njeriu. Të gjithë e keni dëgjuar dhe të gjithë e kanë dëgjuar diellën, sepse diella është bërë një fenomen botëror dhe është një grua që për nga interesi që ka shkaktuar në gjithë botën ka arritur të konkurojë në një moment në kohë Angelina Jolie. Për luftën ndaj korrupsionit dhe një garë të barabartë në prokurimet publike, drejtuesi i Bankës Botërore në Shqipëri, Massimiliano Paulucci, tha se nuk mjafton vetëm teknologjia, por se duhen profesionistë të aftë dhe me integritet të lartë moral.